unë jam kundër luftës amerikane në Iran. Po mirë shumë nuk jam anti-amerikan. Jam më pro-amerikan se sa ti dhe jam më i brendshëm atje ka ajo shtëpia e Amerikës se sa ti. Dhe vazhdoj të them kështu. Po mos u fshihni pas kësaj. Jo, nuk fshihemi pas kësaj. Dhe nëse gjitha kjo ka një sponsorizim iranian, si shpjegohet? Si shpjegohet? Pa prej shërbimi iranian është ashtu. Populli për çfarë del në protestë? Për Iranin del populli në protestë. Populli nuk po del në protestë. Si shpjegohet që kësaj proteste i dhanë zë mediat amerikane, nga CNN në krye, i dhanë zë mediat britanike. Trumpit që ngriti gjithë. Prit. Këtu do të jepi një përgjigje ju tani. Ata bëj pyetjen për tani. Gjysma e Amerikës. Ata bëj pyetjen o zotëri. 5% sondasin e 53 me 23. Ata bëj pyetjen. Ata 50% e 50%. Ata bëj pyetjen. Gjysma e Amerikës është kundra Trumpit. Ke ko për ta mbrojtur Trumpin. Jo, nuk po e mbroj, po them që gjysma e Amerikës është kundra Trumpit. Nëse ne u ndam 53 me 23. Po ta bëj pyetjen o zotëri. 50 me 50. Rrobot u nda Trumpi me Kamalar. Tani, gjithë ata janë kundra Trumpit. Nëse kjo protestë është sponsorizuar nga Irani, si shpjegohet që nga sponsorizimet është Irani? Tani është e bukur. Sidomos sponsorizimi në rrjetet sociale është 100% i vërtetuar që vjen nga shërbimet me leje dhe që të dim çfarë flasim, më lër ta mbaroj fjalinë, fitim, të lutem. Duke qenë Irani një ndër sponsorizuesit e kësaj ngjarjeje në Tiranë. Nuk e di. Në rrjetet sociale. Nëse, po më tash si ka. Po i bëka nder Shqipërisë Irani. Si shpjegohet që mediat botërore perëndimore, të cilat janë super të informuara, ju bën zëdhënëse kësaj proteste. Unë mendoj që nëse do të ishin të informuara që këtu prapa ka dorë Irani, kjo protest nuk do ishte transmetuar nga asnjë media perëndimore, por u transmetuan Reuteri live, 10 ditë rresht, CNN-i 10 kronika dhe intervista, mediat e tjera të shkruar atje. Ju sapo deklaruat që Irani është një nga. Po. Kush është tjetri? Do presim nga shërbimet. Të tjera. Nuk kam informacion. Këtë e ka thënë edhe Rama që është Irani, janë dhe ca armiq të Trumpit. Keni në ide për shembull, mund të jetë Dore Sorosit mbrapa? Jo, nuk kam asnjë informacion, nuk kam asnjë ide. Po di të them që para se përgjithësisht të Klosit. Ai Zvërneci. Po, do të bëj një pyetje Klosit Karamoços. Mund të jenë të tjerë se me që po shkruaj fundot, kam pyetje bashkë Irani tani sepse jeni futur në ca ujëra, jeni futur në ca ujëra. Ku i vetmi informacion që ka shërbimi sekreti joni është që Dritan Goxha e ka thënë aty që jam kundër luftës. Po pra kaq. Dhe ju me kaq keni ngritur gjithë narrativën e agjenturave. Tash po atë janë fakte që do të vërtetohen. Ska kenu çka, gjetën sa lekë. Të dhe njërë që Zvërneci është dhe kjo protest është ndrua në një përplasje të shumë mediave ndërkombëtare, të shumë faktorëve, sepse jo se ishte një investim Zvërnec, se po ta bën investimin Zvërnec. Kush janë ata që na duan të keqen tani? Kush janë ata që na duan të keqen? Nuk ta duan ata që Shqipëria të jetë kjo që është në botën e turizmit. Nuk e duan ata që Shqipëria të jetë kaq pranë Bashkimit Evropian. Nuk e duan ata që Shqipëria të ketë rritje ekonomike. Nuk e duan ata që Shqipëria të jetë faktor stabiliteti në rajon. Nuk e duan ata që Shqipëria gjithmonë më shumë është pika fokale. Domethënë kanë inat gjithë si kohën e komunizmit. Po jo, më nuk kanë të gjithë inat. Janë ca që na kanë inat, janë ca që na duan.